Okej, mirë se vini në këtë analizë të thelluar. Të gjithë ne përballemi me emocione të rënda, e dini, sidomos gjatë atyre viteve të vrullshme të adoleshencës. Është një rrugtim krejtësisht njerëzor dhe e them me bindje, absolutisht askush nuk duhet ta kalojë vetëm. Tani, le të zhytemi pak në atë se çfarë do të thotë vërtet shëndeti mendor dhe si mund të gjendet një rrugë e qartë drejt dritës dhe shpresës. Pra, dëgjoni këtë. Të gjithë kemi ditë të këqija, ditë kur ndihemi të mërzitur. Është një pjesë krejt normale e jetës sonë. Por, kur ajo reja e zezë qëndron aty dhe nuk largohet as pas disa javësh, atëherë kemi të bëjmë me një gjendje mjekësore. Dhe kjo është thelbësore. Depresioni nuk është, dhe dua ta theksoj këtë, absolutisht nuk është një dështim personal apo një dobësi karakteri. Është fjalë për fjalë një problem shëndetësor që kërkon trajtim, fiks si një kockë e thyrë. Në rregull, le të kalojmë shpejt te pjesa e parë, të kuptojmë depresionin. Si funksionon ai në të vërtetë? Depresioni ka këtë aftësinë tinëzare për të mbledhur ngadalë. Nuk na prish thjesht humorin, ai ndryshon komplet lenten përmes së cilës një adoleshent shef veten dhe botën. Shpesh, kjo gjendje krijon ndjesinë e izolimit total, sikur askush tjetër nuk e kupton dhimbjen. Krijon këtë iluzionin se vetëm unë po e kaloj këtë, por në fakt, ky fenomen është jashtëzakonisht i përhapur tek adoleshentët, e pabesueshme se si na gënjen trurin ndonjëherë apo jo. Kalojmë te pjesa e dytë, shenjat mendore dhe fizike. Tani, si duket në të vërtetë depresioni? Nuk është thjesht të qenit i trishtuar. Shpesh manifestohet si acarim, për shembull të qenit i grindur për gjëra të vogla, ose një ndjenje vazhdueshme të fajit duke u fokusuar te dështimet. Njerëzit mund të humbasin interesin për miqt apo për aktivitetet që më parë ja dhëllonin. Por, dhe kjo është e rëndësishme, ka edhe shenja fizike. Fjetja gjatë gjithë ditës ose pamundësia për të fjetur fare. Rënje drastike e energjisë, madje edhe dhimbje koka apo barku pa asnjë shpjegim tjetër. Të gjitha këto janë pjesë të njëjtit puzzle mjekësor që është plotësisht i trajtueshëm. Vazhdojmë me pjesën e tretë, hapat drejt ndihmës. Kjo është realisht pjesa më jetike e këtij shpjegimi. Të kërkosh ndihmë shpesh ndihet si një mal shumë i lartë, e vështirë për t'u ngjitur, por le ta thjeshtojmë në hapa praktik. Hapi i parë, gjetja e një të rriturit të besueshëm. Nëse nuk është prindi, mund të jetë një mësues ose mbase një trajner. Hapi 2, thjesht ndarja e asaj që po ndodh. Një fjali e thjesht si kam nevojë të flas me dikë, nuk po ndihem mirë, mjafton plotësisht. Dhe hapi 3 është që ky i rritur të ndihmojë për të lënë një takim te mjeku. Të nxjerrësh këtë peshë me zë të lartë bën që ajo menjëherë të ndihet më e lehtë. Le të hedhim një sy te pjesa e katërt. Zakonet e shëndetshme. Çfarë mund të bëjmë çdo ditë? Ekzistojnë dy anë të kundërta të rutinës sonë të përditshme. Nga njëra anë, kemi gjërat që ndërtojnë qëndrueshmëri, mbajtja e një orari të mirëgjumi, ushqyerja e duhur, apo thjesht pak ecje çdo ditë. Kto na ngren lart. Nga ana tjetër, kemi zakonet që na tërheqin humorin poshtë, për shembull konsumimi i pafund i mbajtjeve shqetësuese në rrjetet sociale ose mbyllja në dhomë gjatë gjithë kohës. Sekreti këtu janë vendimet e vogla. Qëndrueshmëria në aktivitetet pozitive bën vërtet ndryshimin. Edhe nëse flasim për vendimet të vogla, teknologjia ka një ndikim masiv. Të mbash syt në ekran pak para gjumit e mbën trurin në alarm, gjë që e rrit ankthin dhe prish komplet ciklin e gjumit, ndërsa alternativa, në fakt, fikja e pajisjeve vetëm një orë përpara se të shtrihemi e lë mendjen të qetësohet. Rritja e cilësisë së gjumit që vjen nga ky veprim i vogël ka një efekt absolutisht fantastik në përmirësimin e humorit për ditën e nesërme. Së fundmi, kemi pjesën e pestë. Fuqia e terapisë. Fjala terapi mund të tingëlloj pak sa frikësuese në fillim, apo jo, por le ta çmitizojmë pak. Profesionistët e shëndetit të sjelljes, siç janë psikologët dhe psikiatrit, janë thjesht njerëz të trajnuar të cilët ndihmojnë në menaxhimin e emocioneve. Mendojeni ata si udhërrëfyes të specializuar. Ata ofrojnë një hapësirë krejtësisht të sigurt për ta ndihmuar trurin të gjejë përsëri atë rrugën e duhur dhe të shëndetshme. Një nga mjetet më efikase dhe mbresnëse që ata përdorin quhet terapia kognitive e sjelljes ose ndryshe CBT. Ky lloj trajtimi ndihmon për të parë qartë se si gjërat që mendojmë janë thellësisht lidhura me atë që ndjejmë. Është fjalë për fjalë si të stërvitesh trurin që të kap ato mendimet negative sapo të shfaqen dhe t'i zvendësoj ato me mendime pozitive e shumë herë më të dobishme. Për ta bërë më të qartë, ndonjëherë një mendje mund të bllokohet duke fokusuar të gjithë energjinë vetëm te dështimi apo faji. CBT-ja ndërhyn pikërisht këtu. Ajo e zhvendos theksin duke ofruar një mendim zëvendësues që përqendrohet te përballimi i situatës dhe rritja emocionale. Nga kam dështuar në gjithçka, kalojmë te ky është një moment i vështirë, por po mësoj si ta kaloj. Kjo ndërton një mendje me të vërtetë të fortë. Dhe ky është mesazhi thelbësor që duam të mbahet mend nga gjithë kjo analizë. Ka gjithmonë shpresë.
Depresioni mund të ndihet i rënd, por me vëmendjen e duhur, me terapinë dhe me pak mbështetje, ai përmirësohet dukshëm. Ajo reja e zezë për cilën folëm, shpërndahet. Një rikthim në mirëqenie është jo vetëm i mundshëm, por shumë i pritshëm, dhe mbi të gjitha ka gjithmonë njerëz thellësisht përkushtuar dhe të gatshëm për të ndihmuar. Për ta përmbyllur, le të lëm këtë pyetje inkurajuese që të reflektojmë pak të gjithë. Cili është ai hapi i parë drejt dritës sot? Sado i vogël që mund të duket. Mund të jetë lënia e telefonit jashtë dhomës sonte, ose ndoshta dërgimi i një mesazhi të një i rritur i besuar nesër paradite. Fuqia për të bërë atë lëvizje është aty. Shpresojmë që kjo analizë të ketë qenë udhëzuese. Kujdesuni për veten dhe shihemi herën tjetër.